Shikues të televizionit Ora News, mirëmbrëma. Do të flasim sot si gjithmonë për çështje që lidhen me mbrojtjen e konsumatorit, por në veçanti sot për sigurinë ushqimore. Dhe në fakt, për një skandal do ta quaja, të evidentuar, të zbuluar nga qendra alert, punë e cila ka nisur që në fund të muajit tetor në fakt, nuk është se duhej në një investigim shumë i madh, por ashtu erdhen procedurat, ashtu erdhen ngjarjet. Dhe do të flasim sot për një produkt që në fakt shumë shqiptarëve nuk ja pret mendja që është me probleme. Do të flasim për turshit. Për turshit e importit, të cilat masivisht, jo të gjitha, por thuajse masivisht rezultojnë me pesticide spari të ndaluara dhe e dyta me disa të tjera me pesticide mbi normat e lejuara nga legjislacioni shqiptar dhe ai i Bashkimit Evropian. Është një histori e gjatë, më falni, e cila është ndjekur nga qendra alert në fakt që në fund të muajit tetor. Sparë do të prezantoj të ftuarin e sotëm, i cili është profesor Kaplan Sula, është dekani i Fakultetit Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, kënaqësi që u kam në studio. Faleminderit për ftesën. Dhe në fakt do ta shpjegoj edhe më vonë mungesën, por duhet ishte në këtë program edhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, i cili nuk ka dënjuar të përgjigjet, bëhet fjalë për një alert zyrtar, për cilin nuk ka reaguar. Ka më shumë se 2 javë, gati 3 javë tonë që bëhen 3 javë, e cila është njoftuar për detajet e alertit, të cilat do t'ja shpjegoj në vijim, dhe nuk ka reaguar deri sot me një email, por që sigurisht nuk janë në program. Atëherë si nisi, profesor do të flasë, do të bëj një hyrje paksa gjatë me disa shpjegime. Dhe në pjesën e tretë, më falni se harrova, kam edhe një intervistë në fakt me zotin Aurel Nuro, është pedagog në Departamentin e Kimisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit Tiranës. Më falni, i cili për arsye, për mundësi, pra mungesë kohe, e kishte pa mundur të ishte prezent, por pranoi që diskutojmë për këtë çështje, por në zyrën e tij. Po, profesor në Departamentin e Kimisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Atëherë, si nisi historia? Në muajin tetor, në sistemin rast të Komisionit Evropian, një ngarkesë me turshi nga Kosova rezultoi me pesticide të ndaluar, konkretisht me klorperifos në Sloveni. Në të njëjtën kohë qarkulloi edhe një lajm që disa turshi nga India, të prodhuar në Indi, ishin me përbërës paracetamoli, por kjo e zbuluar në Gjermani, dhe ky si lajm nuk ishte lidhje me Shqipërinë, as i pari, sepse ishte i Kosovës. Në këtë kuadër, qendra alert me 25 tetor të 2025 i dërgoi një shkresë zyrtare Drejtorisë Përgjithshme të Doganave për të kërkuar sasitë e turshive të importuara në Shqipëri. Pra, nga 1 janari 2025 deri me 25 tetor 2025. Dhe shifra në fakt kur mendon ishte e frikshme. Ishte sepse janë 13.627.029 kg turshi të importuara. Pra, ato që ne rëndom i shohim marketeve, plus edhe të tjera që ndoshta nuk i shohim, që përdoren në sistemin Horeca e të tjera. Pra, rreth 13.600 e pak ton turshi të importuara, në ato çfarë Drejtoria Doganave sipas nomenklaturës së saj të vitit 2025 e konsideron turshi. Në këtë kuadër po ndiqnin në ekran edhe dokumentin e ardhur nga Dogana, turshin të importuara nga gjithë bota, por nga shtete të ndryshme, po jo detyrimisht shteti nga është importuar është vendi i origjinës, dhe dokumenti në disa raste ka fjalën shumë mbrapa emrit nga vjen produkti, për shembull vjen produkti nga Maqedonia, por nuk është prodhim Maqedonas, është importuar Maqedoni, më pas ripaketuar e eksportuar në Shqipëri, po kështu ka ngarkesa me kontejner, sasi shumë të mëdha edhe nga Kina, kemi nga vendet Bashkimit Evropian patjetër, por edhe kur janë disa raste edhe kur janë nga vendet Bashkimit Evropian, nuk është prodhues ai vend, por thjesht importues dhe më pas eksportues drejt Shqipërisë në disa raste. Duke e lidhur situatën me 2 lajmet që unë përmenda më herët, me probleme në turshi,
ne menduam të bëjmë një investigim të vogël. Rëndom në raftet e marketeve dhe në fakt unë kam kuponat tatimor, këtu janë kuponat tatimor që unë i kam blerë në disa markete në Tiranë, pra rrjete marketesh që ne i njohim të gjithë, nëse mund të ndihmoj regjia vetë një moment me pamjen e kuponave tatimor që unë të mos si mbaj në dorë gjatë. Pra, këto janë kuponat tatimor të cilët unë i kam blerë produktet në rrjetet e marketeve shqiptare. Kështu që ndoshta nuk ka shumë nevojë për afër. Nëse marketet tona janë, sepse janë gjitha rrjete marketesh legale që punojnë normalisht në Shqipëri. Ndërkohë, kjo është edhe video e produkteve që unë kam marrë në markete, i kam marrë vetë dhe janë dërguar për analiza në laborator. Në laboratorin Tenuis, një laborator i akredituar, i cili ka pranuar gjithashtu mostrat e dërguar nga qendra alert, për t'i analizuar për metalet rënda, për krypshmëri, aciditet, pH dhe pesticidet. Një numër shumë të madh pesticidesh, të cilën ai laborator e kryen, dhe kjo është pikërisht dokumenti që konfirmon pranimin e mostrave nga laboratori. Por, si thot kryeministi, s'keni parë gjë akoma, në fakt nuk keni parë gjë akoma, sepse deri tani është thuajse çdo gjë në rregull. Por alarmi vjen pas rezultatit të analizave. Ne kemi dërguar 12 mostra në laboratorin Tenuis për t'i analizuar pra për përbërësit që unë përmenda më parë, dhe nga 12 mostra turshi importi, 10 mostra kanë rezultuar me probleme. 10 mostrat, pra të gjitha këto 10 mostra që kanë rezultuar me probleme, të gjitha kanë nga një pesticid të ndaluar në Republikën e Shqipërisë, edhe në Bashkimin Evropian gjithashtu. Njëra prej tyre ka 2 në fakt, por do ta diskutojmë me profesorin edhe më mbrapa, sepse njëri prej tyre aktualisht nuk është në listën e produkteve PMB-ve, pesticideve të lejuara, por është hequr vitin e kaluar dhe në momentin kur janë prodhuar turshit, pra lejohet për të përdorur, pra kur janë bërë perimet spari, kur janë kultivuar e më pas bërë turshi, ka qenë i lejuar. Gjithsesi kjo nuk e lehtëson situatën, sepse për sa koha është në treg, ai produkt nuk duhet të pra për sa koha ai pesticid është ndaluar, megjithatë është çështje analizash të autoritetit kombëtar të ushqimit. Në këtë situatë, në datën 2 shkurt, mbas mbledhjes të gjitha analizave, mund të largohen këto pamjet nga ekrani, në datën 2 shkurt, i kemi dërguar në mënyrë zyrtare, në rrugë zyrtare, autoritetit kombëtar të ushqimit me një shkresë zyrtare, pra qendra alert. Ky është edhe emaili që e kemi vënë në dieni, nuk është ky emaili, është alert për ndërhyrje AKU, kështu është i ruajtur në kompjuter. Jemi dërguar 12 raport analizat e laboratorit, si dhe shkresën zyrtare, me të cilin e vëmë në dieni autoritetin kombëtar të ushqimit, pra për punën që du ta bënte ai në fakt, për produkte, turshi konkretisht importi, me pesticide në raftet e marketeve tona. Pesticide të ndaluara, por pesticide edhe të lejuara, por që janë mbi normat pra të lejuar për përdorim dhe që janë mbi normat e lejuara sipas rregulloreve shqiptare. Duke i kërkuar zyrtarisht në formë alerte zyrtare, ashtu siç ndodh edhe me sistemin RASF, që i çon një email zyrtar, pra njoftim zyrtar institucioneve përgjegjësit sigurisë ushqimore, aty ku produkti gjendet, për të ndërhyrë në treg, me datën 2 shkurt. Sot është data 20 shkurt, dhe deri sot nuk ka pasur asnjë reagim nga autoriteti kombëtar i ushqimit për të ndërhyrë. Pra, në fakt, nëse duhet kishte një institucion, dhe prandaj edhe sot mungojnë, prandaj sepse nuk kanë çfarë thonë, sepse nëse do të ishte një institucion i përgjegjshëm për punën që bën, nëse do të ishte një institucion që siç ndodh rëndom, që AKU ndërhyn, ngre trupa inspektimi, ngre urdhra inspektimi, krijon pra shkruan harton urdhra inspektimi, edhe kur ka një indicio nga një telefonat në numrin e tyre jeshil apo në emailin info të tyre, ata shkojnë dhe verifikojnë dhe marrin masa. Në rastin konkret, një organizatë për mbrojtjen e konsumatorit ju ka dërguar një shkresë, ju ka dërguar 12 raport analiza, të cilat janë kosto e jona edhe financiare dhe absolutisht nuk janë as të lira për tu kryer. Nuk e ka bërë vetë autoriteti kombëtar i ushqimit, se
pastaj më vonë do t'ju them edhe një skandal tjetër, po me turshit të AKU-s në muajin gusht, i cili ka mbetur në sirtar dhe nuk është ndjekur, dhe vetëm sot e premte, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka dërguar një shkresë, mbasi i kemi ftuar në emision javën e tonën që ka kaluar, mbasi i kemi njoftuar që do të vëmë ndjeni për situatën e paprecedent, të paktën të mos ndërhyrjes tyre, se që mund të rezultojnë produkte me probleme në treg, kjo ndodh edhe në BE, në Shqipëri tashmë është normë, dhe sot kanë kthyer një përgjigje. I njoftuan që do të vëmë ndjeni Ministrin e Bujqësisë, Kryeministrin, Delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe Komisionin Evropian. Dhe do ta bëjmë sigurisht mbas këtij emisioni për mos ndërhyrjen e tyre në rast të një alerte zyrtar. Dhe sot ka ardhur një përgjigje, të cilën unë po e lexoj. Përshëndetje, në vijim të komunikimeve si dhe referuar nga indicio e ardhur nga Qendra Alert, lidhur me produktet ushqimore 12 kampion e tjera këto që unë ju thash, konstatuar pra problematika sipas laboratorit Tenoj se këto, AKU mori në shqyrtim rastin e denoncuar duke hartuar një plan masash për monitorimin e situatës, jo vetëm për produktet e importit, por edhe prodhimin vendas, me qëllim vlerësimit dhe menaxhimin e riskut, duke kryer procedurat e marrjes mostrave për analizimin e marrjes pesticideve dhe metaleve të rënda në produktet konserva bimore, turshi, pra turshit e paketuar, amballazhuar që ndodhen rëndom në kavanoza. Duke e falenderuar për bashkëpunimin, do t'ju bëjmë dije për rezultatet në fali dhe masat e marra në vijim. Në fakt, këtë program mund t'a bënim edhe para 2 javësh, edhe javën e kaluar, por ne pritem që si që detyron ligji Autoritetin Kombëtar të Ushqimit të ndërhyjë në treg, të marrin mostra, t'i dërgojnë në ISUV apo problemi tyre se ku i dërgojnë dhe të nxjerrin rezultatet dhe të vinë këtu. Bashkë me masat e marra pastaj në treg, përveç masave që duhet ishin marrë për këte. Dhe në fakt, dua të nxjerr sepse kam edhe shumë letra përpara, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit me këtë mos ndërhyrje ka shkelur hapur ligjin 9863 vitit 2008 i ndryshuar, në fakt i ndryshuar disa herë për ushqimin. Konkretisht Neni 7 thotë që në rrethanat veçanta, kur nga vlerësimi i një informacioni në dispozicion, identifikohet mundësia e një efekti të dëmshëm të një ushqimi për shëndetin e njerëzve, për cilin ekziston pasiguria shkencore, institucioni përgjegjës për kontrollin zyrtar të ushqimit, pra në këtë rast AKU, dhe ushqimit për kafsh dhe ministri përgjegjës për ushqimin mund të marrë masat përkohshme për menaxhimin e rrezikut. Pika 2 e Neni 7 thotë masat e marra në përputhje me pika 1 të këtij neni duhet të jenë të mjaftueshme, por jo të kufizojnë tregun më shumë se sa është nevojshme për të arritur nivelin më të lartë e tjera pra për mbrojtjen e konsumatorit. Sigurisht me bllokimin e disa produkteve turshi në magazinat e kompanive apo në raftet e marketeve nuk do bllokonte treg dhe nuk do shkaktonte asnjë problem apo panik për furnizimin e popullatës me ushqim. Neni 8 pika 2 thot, kur ka dyshimet justifikuara se ushqimi ose ushqimi për kafshë mund paraqes një rrezik për shëndetin e njerëzve ose të kafshëve në varësi të natyrës, seriozitetit dhe shkallës këtij rreziku, institucioni përgjegjës për kontrollin zyrtar të ushqimit për kafshë merr pra AKU-ja gjithmonë merr për masa për të informuar publikun për natyrën e riskut. Në lidhje duhet ishte bë absolutisht një komunikim risku. Në këtë rast është i nevojshëm identifikimi i ushqimit ose ushqimit për kafshë, rreziku që ai mund paraqesë si dhe masat e marra ose që mund merren për parandaluar, zvogluar ose zhdukur këtë rrezik. Sigurisht Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka pasur gjitha dhënat të dërguara nga Qendra Alert, ka pasur raport analizat, ka pasur emrat e produkteve, janë marka, janë me etiketa, me logo, dhe ka pasur edhe datat e skadencës, afatet pra përdorimit të tyre, të cilat unë jam i sigurt edhe sot që flasim që gjenden në marketet tona, janë me data 2007, 2028, të cilat afatit i përdorimit të tyre, dhe në këtë rast patjetër që nuk ka ndërhyrë dhe duhet ndërhyrë. Pra, unë e përmenda edhe pak më herët se çfarë duhet bën të AKU-ja ashtu siç bën me sistemin RAS. Pra, siç bën me alertet kur vjen një rast. Kur vjen një rast, një alert nga RAS, sigurisht Autoriteti Kombëtar i Ushqimit njoftohet, pra ajo pika e kontaktit të AKU-s, pra ajo që mbulon merret me notifikimet nga RAS, me alertet, por në rastin konkret ne sigurisht nuk i kemi çuar sepse nuk kemi RAS i Komisionit Evropian, ja kemi dërguar Autoriteti Kombëtar të Ushqimit në adresat zyrtare.
Dhe në këtë rast, Drejtoria e Menaxhimit të Riskut, pra sepse mënyra e veprimit është e njëjtë si me rastin, Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe koordinimit të kontrollit zyrtar, ju delegon atë sektorëve përgjegjës, sektorit përgjegjës sigurisht drejtorive rajonale të AKU-s dhe paralelisht bëhet edhe komunikimi i riskut. Më pas, kthehet mbrapsht e gjitha, pra në kuptimin se çfarë është bërë, masat e marra, mostrat, bllokimet që mund të ishin bërë, mostrat që mund të ishin marrë, dërgimin laborator, rezultati i tyre. Dhe nuk duhet harrojmë edhe një detaj, që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, për sa kohë janë produkti i importi, të gjitha këto duhet i kishte futur, ose në bazë të analizave që do të kryhet, do t'i fusin në sistemin rast për njoftuar më pas rrjetin sipas rregullit për të tërhequr nga tregjet edhe në vende të tjera ku janë pasisht ndigjet gjurmëshmëria. E përmenda që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është ftuar për të qenë pjesë në alert. Sigurisht nuk kanë pranuar, regjia mund ta ndihmojë edhe me ftesën për emisionin, pra është dërguar me datën 2, më falni, ditën e hënë që kaloi, me datën 2, dhe sigurisht nuk ka pasur përgjigje. Për të mos u zgjatur shumë me komente me situatën, sepse është vërtet e rëndë, udhëzimi i Ministrit Bujqësisë, i cili sigurisht është i transpozuar, i përshtatur pra nga rregullorët e Bashkimit Evropian në lidhje me normat e MRL-ve, pra po themi më thjesht të pesticideve në shumë lloje, është ai me pra po themi se në gjitha produktet, është një udhëzim me numër 17/25/4/2025, të cilin fatkeqësisht Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk e ka as në faqen e vet zyrtare si link, sepse si material mund të jetë shumë i rëndë, është 3049 faqe. 3049 faqe, gjendën fletoren zyrtare me numër 80, është e vitit 2025, por që si link mund të jetë aty. Të paktën kësaj, kjo është dokumenti që mbi bazën e cilit edhe inspektorët e AKU-s apo laboratorët e tjerë punojnë. E përmenda që janë 12 mostra, 10 me probleme dhe në fakt, para se të nisim të komentojmë një nga një profesor, të gjitha gjetjet, do doja sparë një koment të përgjithshëm për situatën. Pra qoftë për alertin, qoftë për problematikën e produktit treg, qoftë për mos reagimin e menjëhershëm të AKU-s, madje shumë i vonuar edhe shpresoj shumë që të fillojë nga e hëna në vijim. Natyrisht unë dua që të para se të fut me analizë të hollësishme të rezultateve të analizave, duhet të theksoj për rëndësinë që ka menaxhimi dhe kontrolli i pesticideve në bujqësi, por njëkohësisht dhe rrezikun që ka për shëndetin publik ose shëndetin e konsumatorit. Duhet bëj pak një parantezë, duhet përmend pak një histori të pesticideve për të kuptuar dhe publiku se sa herët ka filluar ky problem dhe vazhdon të jetë aktual edhe në ditët e sotme. Historia e pesticideve ka filluar të jetë më sensibël pas viteve 1940, ku filluan të përdoreshin edhe pesticide sintetik, cilët ishin substanca që industria kimike i sintetizon dhe i përdorte kundër pesteve në bujqësi. Por, alarmin më të madh u dha në vitin 1958 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur një senator i Senatit Amerikan ngriti me alarm rrezikun që kanë pesticidet kryesisht tek fëmijët e vegjël dhe mandej edhe për grup moshat e tjera, bëhet fjalë këtu për popullatën, për gjithë popullatën, grup moshat që nga fëmijët e vegjël deri tek moshat madhore. Unë dua të theksoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës morën hapin e parë legjislativ për kontrollin dhe vendosjen e disa kritereve në përdorimin e pesticideve, njëkohësisht edhe të tolerancës ose të vlerave maksimale të lejuara për një grup pesticidesh. Paralel me këto akte rregullatore, filluan dhe studimet dhe kërkimet për toksicitetin e pesticideve, cilat vazhdojnë dhe sot. Kjo histori ka vazhduar edhe menjëherë mbi themelimin e tregut të Bashkimit Evropian, tregun e përbashkët fillimisht, ku një nga kriteret themelore për shkëmbimin e mallrave bujqësor ishte edhe niveli i pesticideve. Po kështu, me konsolidimin dhe formimin e Unionit të Bashkimit Evropian,
filluan aktet e para ligjore dhe të cilat kishin si qëllim që të kontrollonin pesticidet, por njëkohësisht dhe të vendosnin disa kritere, disa norma ose vlerat maksimale të lejuara për grup komoditetes ose ushqimesh, dhe kryesisht për ushqimet me origjinë gabimet. Por kjo nuk mjaftonte, sepse u pa që edhe rreziku i pesticideve mund të vazhdonte edhe të produktet me origjinë intelektuale. Kështu që pesticidet sot, edhe gjatë historisë së tyre dhe sot, ngelen një e keqe domosdoshme për faktin sepse pa përdorimin e tyre nuk mund të ketë bujqësi intensive. Nuk mundet të merret prodhim bujqësor me një rendiment të lartë, kështu që popullata në botë nuk mund të sigurojë ushqimin e mjaftueshëm pa përdorur pesticidet. Trendi i prodhimit të pesticideve vitet e fundit ka ndryshuar, duke orientuar në një kanal prodhimi të pesticideve sa më universal dhe të biopesticideve. Por kjo nuk e ka zgjidhur problemin, pavarësisht se ka zvendësuar një sër pesticides të rrezikshme për shëndetin e konsumatorit, sot mund të flasim me siguri që ka mbi 3500 substanca aktive që përdoren si pesticide në bujqësi, në kultura dhe në drejtime të ndryshme, duke aplikuar teknologji të ndryshme, por edhe duke krijuar pastaj probleme në shëndetin e konsumatorit, por edhe në mjedis. Impakti që kanë pesticidet në shëndetin e konsumatorit dhe në mjedis janë dy problemet themelore për të efektit negativ dhe të imazhit negativ që kanë pesticidet në publik dhe në shoqëri. Ta lidhim pak me situatën me vendin tonë. Ne jemi një vend në zhvillim, një vend që mendojmë dhe synojmë që të aderojmë në Bashkimin Evropian. Ne kemi kaluar një fazë tranzicioni pas viteve 90 dhe kemi afro më shumë se 36 vjet, ku kemi kaluar në reforma të ndryshme që referuar legjislacionit dhe institucioneve të tjera të cilat përbëjnë edhe ose kanë marrë pjesë në formimin ose në sistemin e sigurisë ushqimore. Dhe kjo ka sjellë ndikimet e veta në përmirësimin e legjislacionit. Kemi bërë progres në aktet legjislative për kontrollin e pesticideve dhe produkteve të mbrojtjes të bimëve dhe vazhdojmë që të përsosim legjislacionin duke parafruar atë me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Dhe hapat e ndërmarra nga ana e qeverisë shqiptare në aspekt legjislativ janë për të admiruar. Por ajo që jo vetëm me kësaj qeverie, por të gjitha qeverive, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë përmirësimit të vazhdueshëm të legjislacionit, fokusuar në rastin tonë edhe mbi përdorimin dhe kontrollin e pesticideve në bujqësi. Paralel me këto, janë zhvilluar dhe duhet ishin zhvilluar të gjitha kapacitetet analitike për detektimin e pesticideve në ushqime. Ajo që ka ndodhur në shumë vite është fakti që ne kemi ngelur mbrapa dhe ne nuk kemi në gjendje që në laboratorët rajonal të autoritetit kombëtar të ushqimit të kryejmë analizat për mbetjet e pesticideve. Dhe kemi në Shqipëri vetëm një institucion shtetëror që është i aftë të kryej sot përcaktimin e pesticideve në produktet bujqësore, që është Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, i cili është mbështetur dhe ka kapacitete analitike dhe humane për të kryer analiza, madje dhe ka zgjeruar së tepërmi edhe gamën ose spektrin analitik, duke përfshirë një numër të lartë pesticideve. Kështu, sipas informacionit tim, ky institucion mund të kontrollojë mbi rreth 370 ose rreth 400 lloje pesticidesh që përdoren në bujqësi, dhe janë pak. Me sa kujtoj më shumë, me sa kujtoj që i kanë takriduar nga viti i kaluar, paktën sa kanë parë. Po, sepse faciliteti që kanë krijuar përdorimi i pajisjeve instrumentale dhe investimet që janë bërë në vite kanë krijuar këtë mundësi për të përcaktuar një numër të madh pesticidesh të produktet bujqësore dhe njëkohësisht ka tentativa për ta shtuar këtë numër. Por duhet ditur që a mjafton ky laborator vetëm një qendër reference për të kryer gjitha kontrollin e gjitha produkteve që prodhohen në vend tonë, produkte bujqësore dhe atyre që importohen, kjo është e pamundur. Kështu që
Situata ku ndodhet autoriteti kombëtar i ushqimit dhe kapacitetet analitike është alarmante, për faktin sepse menjëherë duhet vendor për riorganizimin e laboratorëve dhe krijimin e qendrave ose laboratorëve të fuqishëm të mbështetur me pajisje instrumentale dhe me kapacitete humane të trajnuara në mënyrë që të jenë në gjendje të bëjnë këtë kontroll dhe të detektojnë pesticidet të cilat përdoren sot në bujqësi. Nuk është e lehtë, unë dua të them që ka ndërmarrë akuja një reformë të laboratorëve, që në reformën e kam thënë përpara në studio, po e them dhe sot që për mendimin tim e ka filluar gabim reformën e laboratorët. Është Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në strategjinë e zhvillimit të kapaciteteve analitike që lidhen me akuun, mendojnë që të zhvillojnë ose të riorganizojnë diku të 5 ose 7 laboratorë. Janë shumë për vendin tonë. Referuar investimeve që duhen për fushën po flas për fushën e pesticideve, për pajisjet instrumentale. Të krijosh një laborator për të përcaktuar pesticidet për shembull në matricat ushqimore dhe kryesisht atyre që me origjinë nga bimët, kërkohet minimumi duke filluar me 3 deri 4 milion euro një laborator. Dhe imagjinoni tani sikur në 7 laboratorë të investohet në këtë mënyrë dhe sa të aftë të jenë njerëzit të përdorin këto pajisje. Problemi mund të zgjidhet problemet financiare, por nuk mund të zgjidhen problemet humane, sepse kërkojnë kohë të gjatë për të trajnuar dhe përgatitur njerëz të këtë fushë. Kjo është arsyeja që shpeshherë Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk është në gjendje të vlerësojë rrezikun e pesticideve, sepse nuk bën matje, nuk është në gjendje të bëjë matje. Po vetëm ajo çfarë pse doja të ndërprisja është që edhe nëse AKU ka laborator, ose edhe nëse ISUV ka kapacitete edhe terrenesh, ekipësh laboratorike për të bërë një pafundësi analizash, dikush duhet t'i çojë. Se çështja është se inspektorët e AKU-s nuk i marrin, nuk i analizojnë. Po. Dhe ajo çfarë unë duhet thoja, e përmenda më herët para se shkoj pak në reklama. Përmenda më herët për një skandal të AKU-s në muajin gusht. Kanë marrë 5 kampion turshi importi në muajin gusht, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, i ka dërguar në ISUV për kripshmërinë. Dhe sigurisht ka rezultuar shumë më lartë se sa ishte deklaruar në etiketë dhe patjetër që man kripshmërisë në lartë shihen edhe tjera problematika. Nga ISUV i ka shkuar përgjigja e analizave Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe që nga i moment nuk është ndërhyrë më. Raport analizat e ISUV janë futur në sirtar dhe nuk ka pasur asnjë kontroll apo asnjë mas në treg. Kështu që sa do laborator të ketë, unë çuditem fakt se natyrisht që kripshmëria dhe aciditeti mund të jenë në rastin tonë të këtyre produkteve janë indikator që lidhen dhe me sigurinë, të dyja në fakt, por nuk janë ky rreziku kryesor në këto produkte. Sigurisht, por si fshihet rezultati kur del po themi pozitiv me probleme. Ti ke quar mostra ISUV, disi AKU. Ka kthyer përgjigje, ka ndalë jo konform dhe nuk ndërhyn treg. Por çfarë do që ti ke shquar? Patjetër ato ndërhyn drejt sepse është detyre ligjore e AKU-s për ndërhyrë në treg edhe për të marrë masat, për të bllokuar këtë produkt ose për të trequr edhe në tregu. Madje unë edhe kam edhe fotot e një prej mostrave që janë quar, po me qenë se nuk i kisha të pesta, nuk e bëra për ta publikuar në fakt, se duhet i kisha të pesta. Shkon, nëse ka 2 momente kryesore lidhur me këtë rast. Në rastin e etiketë dhe përbërjen e produktit deklarohet për shembull që përqindja e kripshmërisë ka një vlerë të caktuar dhe gjatë një matjeve që kryhet në laborator, kjo vlerë është më e lartë, atëherë menjëherë mendohet që produkti nuk është ai që është deklaruar në etiketë. Dhe këtu ngrihen pikpyetje të mëdha mbi produktin. Nëse produkti etiketa nuk mund të përfaqëson analizat e kryer mbi produktin, dhe nga ana tjetër mund të mendohet që produkti është tjetërsuar. Etiketa nuk përfaqëson një produkt të deklaruar ose një produkt deklaruar origjinal ashtu siç është shkruar në etiketë. Dhe ky element ka 2 elementet që përcaktojnë cilësinë, por nga ana tjetër dhe sigurinë. Asnjëherë s'ka në një produkt të themi që cilësia është e lidhur me sigurinë. Nuk ka në një kufi të prerë midis 2 elementeve të vlerësimit të ushqimeve. Në fakt, profesor, me mos reagimin e AKU-s, unë kam pasur kështu disa ditë të nervozuara dhe patjetër që mbas emisionit ka qenë në një situatë që më duhet shkoj në reklama.
sepse mbas emisionit po thoja që du të marrë një bustin Sedaton Plus, sepse është një suplement bimor i krijuar për ndihmuar në qetësimin e sistemit nervor, reduktimin e stresit dhe përmirësimin e cilësisë gjumit. Ai mban ekstrakte natyrale si valeriana, melisa, kamomili dhe pasiflora, të njohura për efektin e tyre relaksues. Sedaton Plus ndihmon në uljen e ankthit, nervozizmit dhe tensionit mendor, duke kontribuar në një ndjesi qetësie dhe ekuilibri emocional. Përdoret shpesh në periudha lodhje, stresit lart ose pagjumësie pa shkaktuar varësi. Pra, nëse ndjeni shqetësime të tilla, konsumoni një tablet Sedaton Plus. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, mos u largoni nga ekrani i Ora News. Do të interpretojmë një herë rezultatet e të gjitha analizave. Jemi kthyer sërish në Alert në këtë pjesë të dytë dhe po diskutojmë për skandalin me sigurinë ushqimore të zbuluar nga qendra Alert dhe konkretisht me turshit, të cilat kanë rezultuar me përmbajtje pesticidësh të ndaluara ose be të lejuara për përdorim, por mbi normat që parashikohen nga legjislacioni shqiptar dhe mbi gjitha për afro 3 javë, të hënën bën 3 javë që nuk ka asnjë ndërhyrje nga autoriteti kombëtar i ushqimit për një alert zyrtar që i ka shkuar nga ana jonë, e shoqëruar bashkë me dokumentet dhe gjithë provat e mundshme pra të dërguara nga ne. Profesor, një reagim, do më thënë një mos reagim të autoritetit kombëtar të ushqimit, si e konsideroni? Unë prisja që të paktën mas 2 javësh, mas 3 javësh që ja kemi dërguar gati njoftimin, të kishim sot rezultate nga ana e tyre. Daljen treg, mbledhje mostrash, bllokimin magazina, dërgim në ISO për analiza rezultatet e tyre, dhe sigurisht sot do kishim, ose do na thonin ja keni futur kot ju, ose do thonin të vërtetin e situatës treg sipas tyre. Në fakt, kur ka një njoftim, kur ka disa analiza të kryera, menjëherë akuja duhet veproj. Duhet që të referohet testeve të kryera, analizave, pavarësisht rezerveve që mund të kenë, mund të marrë mostra të tjera të produkteve, të këtyre produkteve që analizuar, për edhe produkteve të tjera, për të vlerësuar më tej situatën, duke i quar ato pikërisht në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, ose i laboratorë të tjerë të akredituar, të cilët akuja i zgjedh sipas përcaktimeve që ka bërë dhe ligji. Dhe mandej duhet, natyrisht duhet, nëse analizat e kryera të nxjerrin përsëri problemen, qofse nuk u beson këtyre analizave, menjëherë duhet të vepronte dhe duhet që të tërhiqte me urdhresat dhe me masat e meret të tërhiqte produktet nga tregu, për mos lejuar që populatat ekspozohej me mbetje të tilla të pesticideve, të cilat janë identifikuar sipas këtyre analizave që kemi këtu mbi tavolinë. Është në një fazë akuja që ajo nuk po kryen inspektime. Shumica e inspektorëve gjenden në përzyra, sipas informacionit që kam, dhe nuk dalin teren që të kryej minimumin inspektimet. Dhe mandej pas inspektimeve që të marrin mostre të kryejnë analizat për, jo vetëm për produktet që flasin, por për gjitha produktet ushqimore. Kështu që unë nuk e di çfarë ndodh në AKU për momentin, është në një fazë riorganizimi siç flitet, nuk kemi as riorganizim, nuk kemi as një strukturë të qartë të miratuar. Janë kryer disa testime, asgjë nuk është raportuar. Kështu që një situatë e cila është konfuze. Testimet flisni për ato të Universitetit Bujqësor në fund të gushtit vitit kaluar. Janë kryer ca testime. testime. Ato provimet që i futen inspektorët e AKU-s, që sigurisht nuk pati kurrë një rezultat se si dole. Patjetër, dhe kështu që kjo situatë për atë institucion, për autoritetin kompetent të sigurisë ushqimore të vendit tonë, nuk i jep vlerë këtij institucioni. Kështu që me njëherë duhet, unë them që ata duhet të ndërmarrin veprime, duhet pavarësisht këtij rasti, por gjitha rastet, ashtu siç kanë filluar kohët e fundit të bllokojnë, siç dhe sasia e miellit ishin bllokuar. E bllokoi dogana në fakt. Unë nuk e di, po akuja e lançoi. Jo, AKU-ja shkoi një ditë mbrapa për të bërë atë bllokimin zyrtar për sa i takon AKU-s. Në fakt i kishte kaluar pikut. Ajo që vura re unë inspektorëve të pikut ju kishte kaluar, sepse presupozohet që kur shkon te dogana ka kaluar procedurën e pikut. Dakord, kjo procedura doganare. Hyn apo nuk hyn në territorin e Republikës së Por ajo që vura re unë ishte shkaku i bllokimit si data e skadencës.
Vetëm data e skadencës. Data e skadencës ishte. Okej, Në miell, mund të ndodhe kjo, për miell orizi. Por mund të kryesh edhe analiza bashkë me datën e skadencës, për të parë nëse edhe produkti që mund të vi në partitë të tjera me datë skadencë të tjera mund të ketë patur probleme të tjera. Mund të diqe edhe gjërmushmëria nëse ky produkt ose të ngjashme kanë shkuar ditët e fundit ose muajt e fundit në pizzerinë tënde, timen, tjetrit. Ose ku shkon ky miell orizi, se ai mund të ripaketohet e shitet pastaj në markete në sasi të vogla. Edhe patjetër që mielli i orizit është përdoret edhe në grup moshat e fëmijëve, dhe të fëmijët e vegjël. Meqense kemi çështjen e aptamilë dhe qumshave të tjerë formul. Kështu që edhe kjo ngelet një pikë e errët e AKU-s e cila nuk arrin që të performojë mirë. Kështu që unë dua të theksoj, por le të referohemi rastit konkret që kemi lidhur me produktet që ju keni analizuar në një laborator të akredituar. Unë s'po flas as me emra laboratori. Jo, unë e përmenda kështu që lirshëm sepse do të dalë edhe emri. Unë nuk do flas as me emra produktesh, do t'i referoj numrave rendor që keni vendosur ju mbi. Jo, unë kam vendosur numra rendor për efekt të regjisë, po sigurisht unë do flas numrin rendor dhe llojin e produktit. Përgjithësinë e vajon. Do të them numrin rendor sepse ka regjia truajtur me numrin rendor, raport analizën, dhe do të përmendet edhe emrin sigurisht të produktit, që do duket aty lexohet qartë. Unë për etik nuk në rregull. Do them, por përveç kësaj profesor, shkurtimisht para se ty, a do duhet që të merren të pak analiza edhe turshish? Edhe në import, rëndom, unë nuk di që 2025 përveç atyre që unë duhet të sqaroj unë diçka lidhur me importin. Dhe kryesisht që vijnë nga vende jo të Bashkimit Evropian. Shiko, unë duhet të sqaroj diçka. AKU-ja ka njoftuar dhe njofton gjithnjë që bën një kontroll të ushqimeve dhe merr mostra mbi bazën e një vlerësimi paraprak të rrezikut që ka bërë një vit më përpara. Dhe nëse ka gjetur, ka patur probleme me një lloj produkti, shton numrin e inspektimit dhe merr mostra për të analizuar atë mbi bazën e vlerësimit ose mbi bazën e rrezikut. Nuk mjafton kjo. Po të futemi në një vend të Bashkimit Evropian dhe të shikojmë që për çdo lloj ngarkese që futet në kufit e Bashkimit Evropian, pavarësisht testeve të kryera më parë, ose pavarësisht analizave që e shoqërojnë produktin, çdo vend i Bashkimit Evropian për çdo ngarkesë të produktit që futet brenda kufive të Bashkimit Evropian kryen teste analitike. Sjellja që kemi ne si vend, në rastin ton, Autoriteti Kombëtar të Ushqimit, nuk është njësoj si ato vendet e Bashkimit Evropian. Pse e bën Bashkimi Evropian këtë? E bën për të mbrojtur më së miri gjithë konsumatorët e vetë. Të njëjtën sjellje duhet të kemi edhe ne me autoritetin kompetent tonin, edhe me sistemin e sigurisë ushqimore të vendit tonë. Ne duhet të kontrollojmë çdo ngarkesë që futet nga importi. Dikush thotë a është e mundur? Patjetër që është e mundur. Nëse ne do kemi kapacitetet analitike, nëse do të forcojmë sistemin e kontrollit të ushqimeve, patjetër mund të kontrollojmë dhe mund të jemi në të njëjtin nivel me vendet e Bashkimit Evropian. Po kjo është dhe sfida e vendit tonë dhe sigurisë ushqimore dhe sistemit kontrollit të ushqimeve në vendin tonë për të plotësuar gjitha kushtet që ka Bashkimi Evropian. Në këtë kontekst unë dua të theksoj që pavarësisht që AKU-ja nuk ka kryer dhe nuk kryen matje dhe s'ka programe monitorimi për pesticidet, unë dua të theksoj që rezultatet e gjetura nga qendra juaj për produktet, në rastin tonë të turshive dhe të gjithë produkteve të fermentuara apo të prodhuara në vende të ndryshme, referuar rezultateve që janë raportuar, tregohet që ka nivele të rritura të pesticideve. Nuk ka probleme me metalet e rënda, në asnjë rast nuk ka patur nivele mbi normë të metaleve të rënda, por ka përdorim të pesticideve. Për mostrën numër 1 që kemi këtu mbi tavolinë, nuk është se rezultatet tregojnë që nuk ka, është lloj produktit është karçof, i fermentuar, i cili nuk ka shfaqur probleme. E fillojmë me analizën numër 1. Po, nuk ka shfaqur probleme, në rezultatet tregojnë që janë konform. Është marka, në mos gaboj, Sotoli, karçoft prera, datë skadence 31/7/2027. Ka rezultuar konform. Konform. Nuk paraqet probleme. Nuk paraqet probleme. Sipas vlera dhe marrëleve të përcaktuara nga legjislacioni shqiptar dhe nga ato të direktivat e Bashkimit Evropian. Profesor, që në tërësinë e tyre të 12 mostrat nuk kanë paraqitur probleme me metalet e rënda. Po. Që është deri diku, domethënë, sinjal i mirë.
Vlerat janë gjetur janë poshtë MRL-ve, më të ulta se vlerat maksimale të lejuara, dhe ma disa fare të ulta, për shumë të mos të nëmër një janë me vogël se 0,0.1, do më thënë që është një vlerë e ullët të gjetur në këtë rast. Referuar pastaj mostrave të tjera, po të futemi tek mostra nëmër 2. Mostra nëmër 2 është e markës Poli, datë skadence 5/2026, 565 gram ambalazhi, ambalazh qelçi sigurisht. Referuar... Edhe këtu normat janë në nivellet e lejuara, normat e pesticideve. Po, edhe këtu numrat e pesticideve, kemi 0,01... Aciditeti, krypshmëria, pH-i në tërsinë e tyre, profesor Sishi? pH-i është në rregull, krypshmëria është 1.8, është brenda norma, brenda kufive dhe normave, nuk kanë shfaqur probleme me treguesit e sigurisë. Tani shkojmë tek mostra nëmër 3. Po që është kampion tranguj marinad, pema. Ajo që vjetë re këtu është që... Më fali, profesor, përveç emrit që është në Shqip, ka dhe produkt tjetër që mund t'jetë ngjashëm, ose si ky, nuk janë të prodhuara në Shqipëri, janë të importuara. Atëherë, spari kemi metalaksil në mbi norm. Po, është mbi norm, është boskalit. Boskalit është në norm, është në norm, dime piperate është indaluar. Është indaluar. Shko që ndodhë. Lidhur me këto lloj pesticidesh, ka dalë edhe rastet të tjera, me se kam parë këtë pesticid. 9 kanë dime piperate, një ka klorpirifos. Që në bujqësi dhe në rritjen kryesisht të perimeve, të frutave perimeve, po edhe të dritrave, të përdore në mënyrë ilegale dhe pa kriter, pesticide që nuk lejohen të përdore në këto kultura. Pse arrin të ndodhë kjo? Kjo ndodhë për faktin sepse shumë fermerë tentojnë që të arri maksimumin e efektit vrasës atyre mbi insektet, mbi barat e këqija, për të patur sa më shumë prodhim, por dhe për të mos dëmtuar kulturat bujqësore. Kështu që ky rasti i gjetjes të këtij pesticidit të ndaluar, i cili është toksik, prandaj është i ndaluar, tregon që ky lloj produkti ekspozon konsumatorin pikërisht me një pesticid i cili mund të sjellë probleme të shëndetit. Unë dua të theksoj që ndoshta në këtë nivel që ndodhet, në këtë vlet, nuk shfaqet ndonjë toksicitet, ai që quhet toksiciteti akut. Por duhet kemi parasysh që ekspozimi i konsumatorëve në mënyrë periodike me mbetje të tilla mund të sjellë pas një kohe të gjatë, pas disa vitesh, mund të sjellë probleme të rënda të tjera të shëndetit, sepse shumica një pjesë e këtyre pesticideve klasifikohen edhe si substanca kancerogjene apo substanca që shkaktojnë një toksicitet të shumëfishtë në organizëm. Kështu që akuja dhe institucionet tona të kontrollit të ushqimeve dhe të autoritetit kombëtar të ushqimit duhet që të marrin me njëherë masa dhe të rreqin produktin në tregu dhe për shkak të gjetjes këtij pesticidit të ndaluar. Dhe përveç kësaj, ndoshta Shqipëria nuk ka, përveç se ka detyrim ligjor, po ndoshta nuk ka kapacitetet për çdo ngarkesë, për çdo lot të analizojë, por duhet të shtojë të paktën sipas vlerësimit të rrezikut, por edhe kontrollet rutinë, të marrjes mostrave në pikë kur ne importojmë nga vendet të treta që janë si ne ose më keq se ne. Siç ne na ndodh me çdo ngarkesë në Bashkimin Evropian, unë po jap një rast në vitin 1000 dhe analizohen çdo vend në hyrje të BE-s. Duke njohur mirë këtë problem në vitin 1000, duke filluar nga viti 1995-96 dhe ndoshta deri në vitin 2008 ose 2010, ndoshta edhe më vonë 2010, një 2-3 vite më vonë 2012-2013, është kryer kontrolli për çdo ngarkesë që futej në Shqipëri. Produkteve ushqimore. Nga vendet të treta. Dhe vendet e Bashkimit Evropian. Kontrolloheshin njësoj. Unë nuk e di pse nuk kontrollohen. Duhet patjetër të kontrollohen për çdo ngarkesë, sepse nuk është e thënë që vetëm vendet e treta, por edhe në vendet e Bashkimit Evropian mund të kemi rreziqe. Përderisa gjenden ngarkesa, përderisa Bashkimi Evropian shpall në alert, në sistemin alert të tij rastet ose notifikon rastet gjetje të pesticideve në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, ato produkte mund të hyjnë dhe në Shqipëri.
Referuar mostus numër 4, le të vazhdojmë. Atër 4 është po pema, kampion trangujt vegjel me mjalt, marinad me mjalt. Metalaksili është prap mbi norm, dhe ka dime piperatën të ndaluar. Të ndaluar. Metalet tjerat janë rregull. Janë rregull, aciditeti kripshmëria janë brenda normave. Aciditeti 10.93 është po në rregull? Ku? Aciditeti? Shof pH-in, po është që... 3.64, po. është me i vogël se 4, vlerë. Kështu që... Mostra tjetër, kampion salat mikse. Salat mikse. Mostra 5. Për shkak se kanë që luhatjet e vlerave të metaleve të rënda, për shkak të pëse është një mix dhe pritet një rritje lehtë e vlerave, po gjithsesi vlerat e gjetura janë vlerat e cilat janë në norm. Përveç klor, këtu kemi klor perifos. Këtu kemi klor perifos, i cili është ndaluar, një pesticid mjaft toksik, i klasifikuar si substancë kancerogjene, një substancë neurotoksike, e cila është ndaluar në Bashkimin Evropian, ka vite që është ndaluar, dhe gjendet në këtë lloj produkti, dhe me njëherë pa tjetër duhet merren masa për ta heqë produktin nga tregu, për faktin sepse ky është një pesticid i ndaluar, i cili i klasifikuar si një substancë e rrezikshme që mund të sjellë efekte të rënda të shëndetit, siç janë ato të neurotoksicitetit, ose efektet e vonuara pastaj se një karcinogjen, cila efektet e tyre mund të shfaqen pas disa vitesh. Po këtu kemi të gjitha të pesticidin tjetër, difekonazol, i cili dhe ky është binorm, po të shikosh në vlerë? Është 0.3, ndërkohë 0.025 është rezultati, 0.3 është norma e këtij. Norma 3, po, më falni, mund të shtunus. Harrova diçka vetëm për karqofin, që ka dalë mirë, është produkt që harrova ta thoja që në fillim fakt, që nuk pranon trajtime me pesticide, karqofi, është analiza numër 1. Karqofi, unë nuk jam specialist, nuk jam agronom të di se qa pranon, referoj me analiza dhe bëj vlerim, interpretim të rezultateve dhe toksicitetit të tyre. Markën Milsa, është analiza numër 6, feferoni, ambalazh 200 gramsh. Po, këto janë specat, cilat janë të përpunuarat, janë produktet fermentuara. Këtu nuk kemi vlerat të rritura të metaleve të rënda. Ajo që vijet të re është përsëri dime piperati, i cili është gjetur dhe nuk është ndaluar, unë e përmendam parë rastën e toksik. Një substancë toksike, kështu që edhe ky produkt shfaq probleme të sigurisë, referuar kësaj mbetje të rrezikshme, i pesticidit të rrezikshëm. Analiza numër 7 është Kastravec Turshi Sakla ose Sacla, sigurisht Sakla mund të jetë me datë kadence 31 i pari 2028. Nuk ka problemet metaleve të rënda, ajo që vijet të re është gjetja e përsëria i këtij pesticidit të ndaluar, po kështu boskalit është gjetur. Po është në normë, sepse në fakt e verifikova shumë herë këte, edhe kishte 4 normë. Azistrobin, që i cili është dhe kjo një pesticid, i cili është konfirmuar në kras analizave të tjera, se analizat janë kryer për shumë pesticide. Janë diku të 500 apo 600 pesticide për cilat janë analizuar. Ato që janë gjetur në produkt. Që janë konstatuar në produkt. Për shembull, produkti, çfarë është ky? Me numër 8, mostra me numër 8, është sera, 700 gram, datë skadence 3/10/2028. Ky është tranguj, besoj, tranguj përsëri. Po, tranguj janë, kastravec i vogël. Ka një numër 5 në total pesticidet të detektuara që janë, pavarësisht se 2 janë të pa aprovuara. 2 janë të pa aprovuara, është prap dimepiperat dhe dimetomorf. Po, dimetomorf. Dimetomorfit si vjet është i ndaluar. Vitin e kaluar në mos gaboj, pak në 6 mujorin e parë ka qenë i lejuar, se është kjo lista që ripërtrihet nga BE-ja. Dhe mbase në atë kohë, kur është përdorur në kastravec, ka qenë i lejuar. Po dimepiperat referuar kohës... Por në këtë rast është ndaluar dhe sigurisht
nuk duhet jetë në treg për konsumatorët. Gjithsesi kjo duhet riparë dhe duhet parë licitacioni dhe njëherë për të saktësuar, për mos penalizuar. Patjetër, por gjithsesi një është ndaluar. Po dhe kështu dhe di me peperatin e ne folëm. Është ndaluar aktualisht, patjetër. Unë llogaritë kohën kur është prodhuar ose kur është kultivuar. Kemi kastraves turshi Tamek, 680 gram, datës kadence 12/9/2026. Po, këtu po të shikojmë vlerat që paraqiten nga të dhënat e rezultateve të analizës së kryer, shikojmë që metalet e rënda nuk shfaqin përsëri probleme, nuk ka vlera mbi normë, janë brenda normave, po kështu edhe kripshmëria. Kripshmëria është që ke shtuar, sepse në rastin kur produkti i afrohet 3%, produkti quhet shumë i kripur dhe prandaj duhet patur kujdes. Aciditeti është 3.65, është brenda normas. Dhe këtu përsëri gjejmë pH është 3.65. pH-i. Aciditeti është 15.81. Është pak i rritur dhe këtu, do të thënë në vlerë. Gjithsesi këto nuk janë elementë të cilës shënojnë rënd shëndetin e konsumatorit. Por ajo që i referohet më tepër është gjetja përsëri e pesticidit ndaluar, dimepiperat, po kështu edhe difenokonazol dhe azistrobin, që cili janë pesticidet cilat janë konfirmuar. Po, janë konfirmuar si prani e tyre. Në mostra nëmër 10. Mostra nëmër 10. Përsëri kastraveca turshi. Kastraveca turshi Iltropoboni, 680 gram, datës kadence 10/2/2028. Kështu, kjo është i produkt i ardhur nga Bashkimi Evropian. Si pas logos, unë nuk e di, por pesticide azosistrobin është gjetur, dimepiperat përsëri i cili është gjetur, i cili nuk lejohet dhe nuk është i aprovuar për të përdorur në këto kultura. Po kështu i referome përsëri mostrës numër 11, e cila është kastraveca turshi, që dimepiperat vazhdon në të gjitha. Dimepiperat vazhdon përsëri të jetë pranishëm në mostrën 12. Jo, është Ionka, 680 gram, datës kadence 13/8/2027. Po, dimepiperat vazhdon të jetë. I pranishëm. Është i vetë pesticid. Në mostrën e fundit që kemi këtu. Është green product. Është një përsëri edhe kjo është marinat trangujt fermentuar, të cilët paraqesin përsëri dimepiperat, tetrakonazol, janë dy substanca, njëri është ndaluar dhe tjetri i gjetur mbi vlerën e lejuar. Jo, është 0,15 me 0,029. Por gjithsesi pesticidi, por i detektuar që është prania e tij dhe i ndaluar është dimepiperat vazhdon. Kështu që referuar gjitha rezultateve që ne kemi këtu, ato që shfaqin probleme janë prania e pesticideve. Kryesisht dimepiperatit, i cili është i ndaluar, i cili pothuajse është gjetur në shumicën e mostrave të analizuara. Profesor, dhe ajo që vjetre është përdorimi gjetje e kloropirifosit. Kloropirifosit. Një substancë mjaft e rrezikshme. Natyrisht që për të ka një problem tek produktet me origjinë bimore. Shpeshherë në shumë vende të botës ose në vende të tjera, në shumë vende të Bashkimit Evropian, mund të ndodhë që dhe ngarkesat të kenë pesticide dhe për shkak të shumëllojshmërisë të përdorimit të pesticideve, por edhe për shkak të mungesës dhe për shkak të mangësisë që mund të ketë në matjet analitike që kryhen edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Për shembull, mund të themi që brenda Unionit e Bashkimit Evropian nuk është njësoj niveli i saktësisë së matjeve të vendeve si Bullgaria, Kroacia, Rumania me vendet si Gjermania, Franca, Italia. Duhet të shkoj në një hapësirë tjetër publicitare e për të kthyer në pjesën e tretë. Mos u largoni nga Alert. Jemi në Alert në këtë pjesë të tretë dhe po diskutojmë për skandalin e problematikës së turshive të importit, të cilat rezultojnë me pesticide mbi normat disa, por edhe të gjitha thuajse gjitha 10 nga 12 mostra me pesticide të ndaluara në bujësi e sigurisht edhe në produktet të përpunuara. Profesor, në qoftë se kemi një rezultat X të një pesticidi,
A presupozohet, ose të pak në me sa lexova diçka, që kur ka qenë produkti pa përpunuar, niveli i tij mund të ketë qenë më i lartë, se disa janë edhe afër limiteve? Kjo nuk mund paragjykohet, por edhe mund të ndodhë që shpeshherë gjatë përpunimit të produktit mund të ndodhin procese siç janë trajtimi me ujë të nxehtë, si procesi blansherimit ose i trajtimit, apo procese të tjera të cilat mund të ulin nivelin e pesticideve, por kryesisht ulin pesticideve që janë të tretshme në ujë. Ka një sel substancash organike, të cilat siç janë klororganikët apo fosfororganikët, siç kloroperifosi, i cili nuk tretet në ujë. Ka dhe substancat, shumica e pesticideve kryesisht janë formulate organike, të cilat nuk janë të tretshme në ujë, por shumica janë të tretshme në yndyrna. Kështu që ndodh që pavarësisht trajtimit me ujë, është shumë e vështirë pastaj që të ulet niveli i përmbajtjes së pesticideve, qoftë edhe nga shpëlarjet ose nga trajtimet e ndryshme që mund i bëj me ujin apo me solucione të tjera. Dhe natyrisht që kontaminimi ka ardhur që nga kultivimi. Në rastin tonë të këtyre perimeve të analizuara, mund të ndodhë shpeshherë që mund të merren edhe mbetjet e metaleve të rënda nga teknologjitë e aplikuara, kur ka, për shembull, kazan të cilët kanë përmbajtje metalesh, të cilat nuk janë standarde në përdorimin e tyre, por referuar sot linjat e përpunimit qoftë të fruta dhe të perimeve janë modernizuar dhe ka minimizuar praninë e metaleve të rënda. Ajo që ngelet problematike është prania e pesticideve, cila është shumë e vështirë për ta menjanuar. Unë e thash dhe më përpara, ne do vazhdojmë të kemi, nuk është çudi që ndodhet te këto lloj produktesh, ne do vazhdojmë të kemi patur si vend probleme me shumë produkte bujqësore, dhe do vazhdojmë të kemi edhe në të ardhmen. Sepse ato do përdoren, sepse pa përdorur pesticide, ne nuk mund të zhvillojmë dhe nuk mund të prodhojmë produkte bujqësore. Kështu që ngelet fokusi veçantë kontrolli i përmbajtjes dhe përcaktimit të nivelit të pesticideve në produktet bujqësore. Por edhe ato bлекterale, se nuk janë pesticidet vetëm në mbetjet në produktet bujqësore, po edhe në produktet shtatëzore, sepse janë kafshë ato që konsumojnë pastaj edhe bimët të cilat mund të jenë të kontaminuara me pesticide. Dhe në gjykimin tim mbetet shumë shqetësues fakti që janë kaq shumë mostra me probleme. Pra 10 në 12, se po të ishin 2 në 12, sigurisht problema është çdo mostër, kur del jo konform, por të ishte 2 në 12, risku presupozohet që është disi më i ulët, po 10 në 12... Ky është një sinjal i fortë për të ndërmarrë një veprim tjetër nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, duhet të themeloj me një akt rregullator, një program monitorimi kombëtar për pesticidet në vendin tonë. Dhe kjo është ardhur koha, është mjaft e nevojshme që të hartohet një program kombëtar për monitorimin e pesticideve, sepse referuar 4-5 viteve të fundit, rastet e konfirmimit me mbetje të larta të pesticideve tregojnë që qarkullojnë shumë produkte në vendin tonë të cilat kanë mbetje të larta të pesticideve. Këta duhet të ishin terren? Jo vetëm të importit, por edhe të prodhimeve vendas. Kështu që pavarësisht që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk është sot i pranishëm dhe mirë të ishte, pakton të diskutonim, por edhe të informoheshim më saktë se çfarë ka ndërmarrë ky institucion për të mbrojtur shëndetin e konsumatorit. Në këtë rast nuk kanë ndërmarrë asnjë nismë, sepse ndryshe do ishin. Shohim nga e hona në vijim për rastin konkret. Ajo që unë mendoj që duhet ndërmarrë Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, menjëherë duhet të verifikoj cilët janë produktet, mandej pastaj duhet të marrë mostra dhe të bëj analiza, le të kryej analiza paralele. Nuk ka asnjë gjë të keqe për të përcaktuar nëse është qëndron ky problem ose jo. Janë analizat ato që të zbulojnë. Madje jo do kaq mostra, por le të kryej numër më të madh mostrash, sepse sa më shumë mostra të kryen dhe matje të kryen mbi produktin, aq më afër e vlerësojmë produktin dhe aq më real është rezultati i kontrollit analitik. Nuk ngelet gjë tjetër veç se ata le të operojnë, le të marrin mostra dhe pastaj ndoshta atë rezultatet e tyre mund t'i ridiskutojmë bashkë edhe në studio, po edhe në çdo lloj
ambienti tjetër ose auditori tjetër ku është nevojshme për të dhënë mendime dhe për të dhënë ekspertizë në fushën e sigurisë ushqimore në rastin tonë edhe të pesticideve. Dhe ajo që unë dua dhe është fakti që AKU-ja duhet që të ndërmarrë trajnime të veçanta të inspektoriatit edhe për pesticidet e toksisitetin e tyre. Unë nuk e di se sa janë në gjendje dhe të aftë trupa inspektuese e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit të kuptoj se që janë pesticidet, si klasifikohen ato, cili është rreziku i pesticideve, si klasifikohen ato në bazë të toksisitetit, çfarë rëndësie kanë ato për bujqësinë, por ana tjetër të dinë se si të gjurmojnë pesticidet, si të mbartin informacionit nga sistemet e farmacive bujqësore, sepse janë ato që shpërndajnë pesticidet. A ka këtu një sistem survejance edhe për sistemin e farmacive bujqësore, a ka database të produkteve, a përcillet informacioni nga pikat e kalimit kufitar, ku futen pesticidet në autoritetin kompetent, dhe a mbartet ky informacion pastaj për sasinë e pesticideve që shkojnë në për farmacive bujqësore deri tek fermeri. Ajo që unë dua të theksoj është që shumë vende në botë vendosin një kuotë të veçantë të hyrjes pesticideve në një vend, që ka të bëjë me sasinë e pesticideve që duhet futen. Po për në rastin konkret për na hyrë produkt me pesticide brenda. Pikërisht, ne u flas për mbrojtjen e tani të prodhimit vendës, sepse prodhimin jam edhe limite kohe. Kurse produktin e jashtëm, produktin e importit nuk arrim ta menaxhojmë nivelin e tyre sepse prodhohen në një vend tjetër. Kurse atë prodhimin vendas ne mund të arrijmë ta menaxhojmë se mund të reduktojmë nivelin e pesticideve. Detyrë ngelet për produktet e importit që në kryejmë matjet, kontrolle të vlerësojmë sa është nivelet për të mbrojtur konsumatorin vendas. Profesor, të falenderoj shumë që ishe në. Faleminderit dhe juve për ftesën. Shpresoj shumë që të kemi një reagim edhe pse shumë të vonuar në kohë, po një reagim dinjitoz të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, ashtu siç ndërhyn për çdo alert të mundshëm apo për sinjalizim të mundshëm. Në minutat e fundit kemi një intervistë, e thash në fillim të programit që e kishte të pamundur të ishte fizikisht sonte në emision, me profesor Aurel Nuro, është pedagog në Departamentin e Kimisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Intervista është zhvilluar nga Gisela Çota, gazetare e Departamentit të Informacionit në redaksinë e televizionit Ora News. Sigurisht, e gjithë biseda me te zhvillohet rreth kësaj situate, pra rreth situatës për cilin ne diskutuam deri tani, interpretim të rezultateve të këtyre analizave, situata e mos reagimit të pafalshëm dhe në fakt pa justifikueshëm të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. E ndjekim, ky është fundi i alert, pra me intervistën që do të ndiqni është fundi i emisionit alert për ditën e sotme, bashkë do të shihemi të shtunën e ardhshme, shpresoj në 21 nëse nuk ka protest tjetër të opozitës. Mos harroni ritransmitimin nesër në 13:30. Deri atëherë, mirupafshim. Profesor, ju keni parë analizat dhe nga 12 diet nga turshit e importit kanë pasur pesticide të ndaluara. Si shikoni ju këtë lloj situate në tregun tonë? Pjesa e mbetjeve të pesticideve, sidomos tek fruta perimet, nuk është ndonjë gjë e re. Ne edhe më herët kemi punuar dhe kemi parë që tek fruta perimet gjenden pesticide, sepse ato përdoren nga fermerët. Në fakt duhet të përdoren, vetëm se përdorimi i tyre duhet jetë shumë brenda kartave të kontrollit, me rekomandimet e duhura dhe me pjesën tjetër të kujdesit që duhet të tregoj jo vetëm fermeri, po edhe institucionet përgjegjëse më pas. Unë i pash analizat janë realizuar në një laborator kontrolli shumë të mirë, që për fatin ton tani këto laboratore ekzistojnë në vendin ton. Ekzistojnë jo vetëm laboratori referencës në ISU, po dhe laboratori private të akredituar dhe shumë mirë të pajisur, qoftë me instrumenta, qoftë edhe me njerëz të cilët janë të aftë që ta bëjnë shumë mirë punën e tyre. Duke
i besuar pjesës së rezultatit të analizës, sigurisht që është shqetësuese, por për fat të mirë duhet të them që në këto nivelet të ndotjes që tregojnë analizat, kemi të bëjmë kryesisht me pesticide, të cilat gjenden në nivele jo shumë larg limitit të detektimit të tyre. Vetëm pak pesticide janë të gjendur në këtë listë, kam përshtypjen 10 ose 12, ku midis tyre vetëm njëri nga pesticidet, i cili gjendet edhe me frekuencë më të lartë, kam përshtypjen në 6 ose 7 mostra, te kalon edhe vlerat e MRL-s. MRL do të thot minimum risk level, e cila në fakt prek drejt për së drejti shëndetin e njerëzve. Pra, në këtë kuadër, sigurisht që jam patjetër i shqetësuar dhe te këto analiza ne kemi mbetje të pesticideve, aq më tepër që bëhet fjalë për produkte të cilat janë të përpunuara, ku procese të tilla siç është pastrimi i produktit apo një pjesë e tyre kalojnë në autoklav ose në temperaturë të lartë, mund të kenë ndikuar në uljen e shkallës së ndotjes së pesticideve dhe kjo është gjë e mirë për konsumatorin. Sigurisht që ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm jo vetëm ndaj këtyre produkteve, por kryesisht ndaj produktit bazë, ndaj fruta perimeve që janë përdorur për të fituar pastaj produktet e konservuara, në këtë rast turshit, sepse nivelet e pesticideve aty mund të jenë edhe pak më të larta. Sikurse të thash, do të thënë pavarësisht se aty kemi nivele të pesticideve në disa prej mostrave, të cilat konsiderohen mostra alert, ne prap në pjesën e interpretimit duhet të tregojmë pak më të kujdesshëm, sepse kjo gjë duhet të verifikohet me mostra të dyta, me mostra të treta, të njëjtës lloj, në të njëjtin laborator, në laboratorit të ndryshme dhe pasi të jetë konfirmuar atëherë kjo sigurisht që do të ngrinte një shqetësim shumë të madh në rast se realisht ne për 12 mostra, 10 për tyre i kemi të ndotura. Megjithatë, kam përshtypjen që nivelet e gjetura të pesticideve për pjesën më të madhe të tyre nuk prekin shëndetin e konsumatorit dhe kjo është e rëndësishme për të thënë. Po, ndërkohë shumë alert përmes një shkresë zyrtare, ta themi kështu, ja referuar edhe autoritetit kombëtar të ushqimit këtë problematikë, gjë për të cilën nuk ka pasur asnjë ndërhyrje në treg. Si e shikoni ju këtë përballë sigurisë ushqimore? Atëherë ne këtu jemi në Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe në përgjithësi pjesa akademike, sikurse dhe pjesa juaj, pjesa e televizionit, dhe u përgëzoj shumë për emisionin tuaj, sepse realisht do me thënë pjesa jonë, pjesa juaj, të cilat janë faktor që nuk kanë interesa përveç interesit të publikut, janë shumë të rëndësishëm në pjesën monitoruese, jo vetëm të analizave të drejtë për së drejta, ku duhet thënë që si pjesa akademike dhe pjesa juaj ne jemi pak a shumë të kufizuar, sepse këto janë analiza që kanë një lloj kosto shumë të madhe. Ndërsa ato që duhet të marrin masa vërtet janë pjesa e akuz, edhe pse nuk është se kam në njohje shumë të mirë për pjesën e organizimit apo për pjesën e kontrollit, apo dhe pastaj pjesa e ISUV. Duke njohur në brenda pjesën e ISUV, dua të them që ato kanë laboratore shumë të mira dhe po kështu punonjës shumë të kualifikuar, prandaj dhe janë një qendër kontrolli e vendit tonë, por pjesën e marrjes së mostrave në përgjithësi organizon AKU, edhe me sa di nga jashtë, nuk është se kam në njohje të plot të situatës, e di që ato kanë një plan të vjetor të marrjes së mostrave. Një gjë që i kufizon, si të thuash, në pjesën e marrjes së mostrave. Sigurisht që unë, si akademik, do të sugjeroja që numri i mostrave të ishte shumë i madh dhe numri i mostrave të mos ishte 100% i planifikuar. Pra, përveç atij numrit të mostrave që ato
kanë të planifikuar, ata duhet të lënë hapësira edhe për të marrë mostra të cilat tregojnë alerte të theksuara, siç është rasti për shembull i këtyre mostrave të turqive, ku nga 12 mostra në 10 prej tyre i kemi me mbetje pesticidesh. Kjo gjë duhet i shqetësoj ata, dhe ata nuk duhet t'i mbështeten në mënyrë të verbër atij plani vjetor që e kanë bërë që në fillim. Sigurisht që këtë unë e flas si jashtëm, nuk është se e njoh shumë mirë situatën. Kështu që them që ato duhet ta menaxhojnë më mirë këtë pjesën e marrjes së mostrave, sidomos në raste alertesh. Po, profesor, ndalemi pak te pjesa. Pse ndodh që turshit të kenë pesticide nga lënda e parë? Shumë e thjeshtë, sepse turshit në përgjithësi bëhen nga trangulli, nga domatja, nga lakra, nga karrota, dhe të gjitha këto janë perime për të cilat njihet ajo pjesa e përdorimit të pesticidit. Sigurisht që ndoshta një shqetësim tek flet analizat që unë kam parë është prania e disa pesticideve të cilët janë të ndaluar. Megjithatë, për këtë pjesë të pesticideve, unë them që kjo ndoshta mund të mos jetë edhe për fajt vetë fermerëve, por mund të jetë për shkak të mbetjeve që janë krijuar në një periudhë të mëparshme, duke qenë se janë të njëjta toka bujësore. Më herët ndoshta është përdorur për grur, për misër, dhe tani ajo është bërë një tokë serë ku rriten perimet. Megjithatë, tokat e ndotura mund të shërbejnë pastaj për të ndikuar në praninë e pesticideve në produktet ushqimore. Në këtë rast patjetër që duhet të ishte bërë një verifikim i dytë, dhe ky verifikim i dytë patjetër që i takon institucioneve. Domethënë, nëse ju ato i keni vendosur në dieni, sigurisht që institucionet duhet të riverifikojnë këtë pjesë duke përdorur qoftë mostra tuaja, qoftë një tjetër set mostrash paralele, dhe këto të i realizojnë ndoshta jo vetëm tek ISUVI, që është laboratori referencës në vendin tonë, por dhe në laboratoret të tjera jashtë vendit. Në rast se bëhet fjalë që për 12 mostra ose në 12 mostra ne të kemi 10 mostra të ndotura me prani të pesticideve. Kështu që ato duhet të marrin masat që kjo gjë të verifikohet fillimisht. Dhe pastaj të bëhet llogaritja e saktë nëse këto janë produkte të cilat dëmtojnë shëndetin e publikut, duhet të jenë në treg, apo duhet të ketë një reagim të menjëhershëm, të bllokohen dhe pastaj të minimizohet, si të thuash sa më shumë, ajo pjesa e dëmit që mund të bëjnë popullat. Për ta përmbyllur, a përbën kjo një rrezik për konsumatorët? Patjetër që po. Dhe për fat të keq, këto nuk janë produktet e vetme të cilët kanë pesticide. Unë e përmend edhe pak më përpara, domethënë pesticidet janë komponime të cilat janë të rekomanduara të përdoren në ferma bujësore, në ferma blegtorale, sepse pa praninë e tyre, pa përdorimet e tyre, ne do kishim probleme të tjera, po kaq të mëdha, po kaq të rënda. Mirë po, prania e pesticideve në nivele më të larta se sa normat e lejuara, ose aq më tepër prania e pesticideve të ndaluar, dhe ato janë ndaluar pikërisht për shkak të problemeve shëndetësore të verifikuara, shumë të larta, shumë të rrezikshme, kjo duhet ta ngrejë shumë atë pjesën e alertit, sidomos tek institucionet. Institucionet, sikur se e thash pak më përpara, nuk duhet jenë shumë konciz të numrave, pra kot po themi nëse aku duhet të marrë 100 mostra në vit, ky numër minimalisht duhet të 2 fishohet, të 3 fishohet. Në qoftë se ne sot kemi vetëm një laborator, siç është ISUVI, këto laboratore duhet të jenë një numër më të madh, qoftë të përdoret edhe privati për të bërë analiza rutinë. Dhe në rastet kur ne kemi pastaj alerte, kur kemi nivele të cilat janë shqetësuese, atëherë ne duhet patjetër që këto t'i konfirmojmë në mënyrë sa më të plotë,
ndoshta mund të përdoren edhe laboratoret të vendeve të BE-s, sepse mendoj që shëndeti i popullatës është shumë më i rëndësishëm se sa një pjesë e buxhetit e cila sigurisht që ka kosto, këto janë analiza që kanë kosto patjetër, por kjo është shumë më e rëndësishme se sa vetë popullata. Besoj që i gjithë zinxhiri funksionon, ndoshta jo shumë mirë, por ne sot kemi një zinxhir ku secili ka detyrat e tij. Pra, kemi Akun që merr mostra, kemi Usupin që bën analiza, kam përshtypjen që dhe aty shpeshherë, domethënë kemi raste të alerteve. Mirë, po duhet të funksionoj edhe pak më tej, ku jo vetëm që duhen bërë verifikimet dhe duhen nxjerrë këto rezultatet në mënyrë sa më precize, duke komunikuar dhe me laboratore të tjerë të BE, por duhet bërë dhe informimi i popullatës në një mënyrë më të pastër, si me thënë. Ne për shembull kemi pasur disa raste, vetëm si vjet, por u bën disa vite që ne tashmë shikojmë që produktet tona ndalohen për shkak të pranisë së pesticideve. Kështu që në përgjithësi këtë gjë ne e marrim vesh nga mediat, ndërkohë që vetë institucioni duhet të jetë pak më aktiv në informimin e popullatës. Pra, ne s'kemi pse ta marrim vesh nga institucioni, edhe pse ndonjëherë këto gjëra u thash që një analizë është shumë e rëndësishme, por nuk është gjithçka. Domethënë, pjesa e alerteve ka një procedurë të gjerë, të gjatë, e cila verifikohet shumë mirë dhe pastaj ndërhyet. Por pjesa aktive e komunikimit me njerëzit duhet jetë pak më e hapur, pak më e gjerë, sikurse po e bëni ju. Patjetër. Edhe ne bëjmë gjithmonë këtë kur bëjmë ato punimet tona sado të kufizuara, gjithmonë domethënë përpiqemi që këto vlera të shkojnë pavarësisht se është një punim i thjesht diplome ose një punim artikulli, prap tentojmë që kjo të shkojnë në popullat, mos jetë aty thjeshtari jon, sepse kështu nuk e ruajmë konsumatorin. Ne e ruajmë konsumatorin kur ngrim zërin, kur tregojmë që ndonjëherë produktet tona nuk janë të mira. Thjesht ne duhet të jemi të kujdesshëm, më të kujdesshëm, dhe kështu bëjmë goxha parandalim.